Kostoja e luftës së Shteteve të Bashkuara me Iranin ka arritur në 29 miliard dollar. Shifra u bë publike nga një zyrtar I lartë I Pentagonit gjatë një seance dëgjimore në Kongresin Amerikan. Sipas Jules Hurst, vetëm pak javë më parë, vlerësimi ishte rreth 25 miliard dollar, por kostot janë rritur për shkak të riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve ushtarake, si dhe shpenzimeve të vazhdueshme operacionale për trupat amerikane në rajon. Zyrtarët amerikanë nuk dhanë detajet të plota se si është llogaritur shifra për 29 miliard dollarësh, por debati mbi kostot e luftës po bëhet gjithnjë më I fortë në politikën amerikane. Kjo situatë vjen vetëm 6 muaj para zgjedhjeve afatmesme në SBA, ku republikanët e presidentit Donald Trump rrezikojnë të humbasin shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Demokratët po përpiqen ta lidhin konfliktin me vështirësitë ekonomike që po përballin qytetarët amerikanë, veçanërisht me rritjen e çmimeve të karburantit, të cilat sipas raportimeve janë rritur me afro 50% në të gjithë vendin. Ndërkohë, shpresat për një marrëveshje paqeje mes Washingtonit dhe Teheranit po zbehen. Presidenti Donald Trump deklaroi të hënën se arpushimi është në gjendje kritike, pasi Irani refuzoi propozimin amerikan për t'i dhënë fund konfliktit. Lufta me Iranin po shndërrohet kështu jo vetëm në një sfidë ushtarake dhe diplomatike për SBA-n, por edhe në një betejë të fortë politike brenda vendit.